Pozitiviteti s'është për njerëz të dobët, është për ata që guxojnë të mos dorëzohen edhe kur gjithçka rreth tyre thot mjaft. Pozitiviteti nuk do të thotë të injorosh dhimbjen apo të bëhesh sikur gjithçka është në rregull kur nuk është. Fuqia e vërtetë e tij qëndron në aftësinë për të parë përtej vështirësive të momentit dhe për të ndërtuar një kanal të mendimeve që ushqehen me shpresë, guxim, veprim dhe më në fund rezultat. Ndonjëherë jeta na vë përballë stuhi të forta, por pikërisht në ato qaste, zgjedhja për të besuar se diçka e mirë mund të lindë nga gjithë kjo është ajo që na mban në këmbë. Pozitiviteti i vërtet nuk është një buzëqeshje e shtirur, është vendimi për të mos u dorëzuar, për të parë dritën edhe kur gjithçka duket errët. Pra, pozitiviteti është akt trimërie, jo iluzion. Ndaje këtë me dikë që ka nevojë ta dëgjoj sot. Ju falemnderit dhe mirupafshim.